Sa mirë Allahu Gjeleshanu në Kur'an ka thonë, nuk do të ndryshoj Allahu gjendjen e një populli pa ndryshu ata vetveten e tyre. Andaj nëse na nuk e ndryshojmë vetveten tonë, nëse na nuk i përvishëm i punës tonë për të fituar kënaqësinë e Zotit Gjeleshanu dhe për të larguar nga punët e këqija, dhe për të larguar nga haramet e këqija, dhe për të larguar nga veset të cilat çdo ditë po shtohen në shoqërinë tonë, çdo ditë po vjen nga ajo punë të cilën edhe pejgamberët e Allahut Gjeleshanu janë dëshpëruar dhe nga ata të tillë të cilët kanë hek dorë, siç është rasti i Yunusit alayhis salam, kur mendoi se ai e kreu misionin e tij dhe iku nga populli i tij, mirë po Allahu pikërisht e filloi dënimin nga ai, nga Yunusi alayhis salam, duke e hudhur në det dhe duke mbaruar në barkun e peshkut, për aq ditë sa përshkruan Kur'ani. Pra kjo është një element që na jep neve me mësue se nuk duhet me ikë përgjegjësitë që e kemi për vetveten tonë, nuk duhet me lyp llogari apo nuk duhet me drejtu gisht nga askush tjetër, pa drejtu gishtin njerë nga vetja jonë. Edhe në punët të cilat janë të hajrit ka pas pejgamber të tillë, siç ishte rasti Ibrahimit alayhis salam, kur e pyetën a ishe ti ai që i theve këta putna, këta zotna që po i adhurojnë, Ibrahimi alayhis salam tha, pyetni atë madhin duke e drejtuar një gisht nga ai dhe një gisht nga vetja, sepse e dinte se ai e ka bën punën të cilën i ka thyer ata putna. Mirë po e pranoi fajin e tij Ibrahimi alayhis salam, faj të cilën mendoi se është faj që duhet mu pranu se e kishte mbështetjen e Allahut Gjeleshan. Andaj edhe na të shikojmë në gabimet tona, të shikojmë në gjunahet tona, të i sjallim në përmend gjunahet tona.